në këtë pjesë të Azisë, dhe ju keni pas se diktatorët zakonisht kanë përfunduar nga revolucionet demokratike brenda shteteve të tyre, apo siç mund të quhen groshtete moderne të kontrolluara politike përmes tyre forcave të moderuar, që unë mendoj se do ta shembin atë regjim, e pastaj do të kthehen tek një projekt ekonomik që është në skeç, që presidenti Trump e ka bërë ditur që nga goditja e parë që i bëri atij centralit bërtamor, ku dyshohet për atë uraniumin e pasuruar në përqindjen e patolerueshme për vende të tilla që janë të kontrollueshme në aspektin e sigurisë globale dhe përdorimit të armëve bërtamore, e që do të ishin katastrofale për njerëzimin. Unë mendoj se këtu tani kjo logjika klasike e deterencës që përdorin SBA-t nuk ka kurfar ambiguiteti strategjik dhe nuk do të lejojnë aventura ushtarake që mund të pretendojë Irani, sado që po flitet për kapacitetet ushtarake të Iranit, ku ta diun, unë e di që ato për Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk përbëjnë, mund të ndodhin goditje, a kupton se për shembull nëse lëshon 1000 raketa në drejtim të Izraelit, Izraeli posedon edhe modelin më të ri të sistemit mbrojtjes raketore, siç është THAAD, po ka ashtu ka edhe disa sisteme Patriot, të cilët mbase nëse lëshon një herë është 1000 raketa me goditje, domethënë në distancë apo të afërt apo të mesme, mund të eliminohen shumica e tyre, po disa mund të depërtojnë, siç ndodhi goditja në shkretira të një bazë ushtarake. Mirë, po këtu pastaj do të kenë pasojat e veta, konsekvencat që unë mendoj se i bardh vetë regjimi i Iranit. Dhe çdo presion që do mund bëhet, pra nëse nuk shoqërohet me një si të them perspektivë zhvillimi me një projekt ekonomik që do ta stabilizonte pastaj në aspekt ekonomik Iranin, ka me rreziku prodhimin e një konsolidimi represiv atje, pra jo transformim, sepse ju përshifni tendencën e këtyre par regjimeve gjithmonë është të reinkarnohen, pra nga Khomeini i vjetër, Biri, pastaj gjithmonë ruhen ato strukturat e vjetra dhe pas një kohë ka një rikthim. Zatën kjo është natyra e gjitha revolucionit, që pastaj në kundër revolucionit rikthehen po të njëjtat forca. Ajo çfarë është shpresdhënëse për situatën është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës atje kanë krijuar një supremaci, edhe ajrore dhe të sistemeve raketore, edhe për luftë kundër sulmeve raketore, por edhe për luftë direkte. Pastaj ka një prani të madhe detare, e cila është një preventiv në gjirin përsik, një fuqi që tashmë është demonstruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ka një angazhim të aftësive C4 ICR, që i quhet SBA, pra një sistem i kombinuar mes inteligjencës, vëzhgimit, kontrollit edhe alarmimit, një komandim kontrollit dhe kompjuterit e tjera, të diun ato sistemet teknologjike që sot janë më të avancuar nga SBA, dhe besoj që nuk lënë shumë hapësirë për kurfar suksesit të forcave iraniane. Unë mendoj se në vlerësimin tim edhe si ushtar, çdo skenor i mundshëm i sulmit iranian është i parashikueshëm. Edhe neutralizimi i tij mund të realizohet me efekte minimale në drejtim të SBA-ve, bazave të ushtarake apo dhe aleatëve të saj në rajon. Qartë, por zot Berisha ka një plan me 15 pika, por sigurisht që këtu ngrihen edhe shumë pikë pyetje. Pra pse Izraeli e konsideron të pamjaftueshëm planin amerikan për ndalimin e kësaj lufte dhe nga ana tjetër mendoni se po vepron Izraeli me nxitim nga frika e një marrëveshje që ndoshta nuk i shërben vetë interesave të saj? Tani shipe, Izraeli është samari, kushtimisht ta quajnë në zhargonin tonë popullor, samari mbi cilin hakmeren vendet Iranit dhe vendet proksë rreth Iranit, po rreth Izraelit, për shkak të presionit dhe intervenimit amerikan si superfuqi botërore me supremaci dhe që ka një kurs transformimi tashmë veç të përgatitur. Kështu që unë mendoj se Izraeli është në të drejtën e vetë në qoftë se flasim për mbrojtjen e identitetit shtetëror dhe kombëtar në lindjen e mesme. Mirë po, mendoj se duhet ta presin ose duhet të i bashkërendojnë veprimet e veta ushtarake me kursin amerikan. Sepse një proces post-konflikti është jetik për reforma të thella në sektorin e sigurisë të Iranit. Dhe këtu besoj se do të përfitojnë jo vetëm vendet rajonit, po edhe vetë Izraeli, i cili ka
ka arsye të veta. Shqipe, unë mendoj se një transformim i tillë do të përfshijmë mas pari reforma të avancuara sa i përket sistemit të sigurisë dhe modernizimit ushtarak, pra transformimi nga një forcë ideologjike në një forcë kombëtare profesionale me kontroll civil, ose në aspektin reforma vrale që duhet përfshirë në sektorin sigurisë dhe atë politik nëse pranohet deterenca amerikane, të cilën duhet ta mbështesin gjitha vendet aleate, qoftë ato të bordit të paqes, por edhe shtetet që synojnë paqen globale, siç ndodhi një qëndrim shumë racional dhe i mirë që pati dhe kryeministri i Shqipërisë dhe përkrajet e politikës amerikane në rajon, unë mendoj se duhet mbështetur dhe duhet shtyrë përpara politikat e reformave të thella, jo vetëm ushtarake, por edhe politike, dhe në qoftë se pranohet deterenca, pra deterenca e ka është një instrument, një mekanizëm që konfliktin e mban në nivelin e presionit, pa e përshkallëzuar në intervenime ushtarake. Edhe kjo do të ishte pastaj e mirë, jo vetëm për Iranin, por edhe për rajonin, dhe mendoj se doktrina apo boshti doktrinor i politikës jashtme amerikane, forca për paqen, është pa një ofertë politike, pas atij presioni ushtarak deterues, është mundësia e një radikalizimit brendshëm, sepse kjo është edhe loja e propagandës që bëhet jo vetëm nga brenda Iranit, por edhe aleatëve të saj, apo suportuesve të saj, siç janë Rusi, Kinë e tjera, dhe mund mbetet ai konsolidimi institucional mund të jetë represiv në nivelin shumë të lartë, dhe që besoj se atë mund të jetë edhe stabilitet afitgjat. Po merrem eksperiencën e Tazan të Afganistanit dhe kthimin e talibanëve pas 20 viteve në regjim. Mendoj se këto janë, si më thënë, standardet të cilat duhet të kenë konsiderat edhe vetë Izraeli. Shqipe, fuqia sot në rrethonat ndërkombëtare së frajimi nuk matet vetëm me kapacitete ushtarake, por me aftësinë për të kontrolluar atë përshkallëzim që mund të ndodhi në rajon nëse Irani nuk i nënshtrohet ultimatumit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe aftësia për të menaxhuar krizën që atje veç po zhvillohet, por edhe aftësia për të imponuar ato rezultatet strategjike të çfarëdo dialogu që mund të zhvillohet, ose forme me të cilën ata do të arrijnë ta shembin këtë regjim, se fakti veç vrasja, eliminimi e 21 generalëve në një afat rekord tregon se Shtetet Bashkuar të Amerikës me angazhimin e aftësive të C4 ICR-it kanë arritur që ta kenë në kontroll në aspektin inteligjent komplet zhvillimet në Iran, dhe këto janë tregues se do të ketë mundësi që të imponoj edhe rezultatet strategjike të një dialogu, por atje duhet me parë situatën jo vetëm një përplasje të Shtetit të Bashkuar të Amerikës me Iranin, por edhe të tërë arkitekturës së sigurisë globale dhe dominimit amerikan mbi sistemin ndërkombëtar. Zatën kjo do të jetë edhe, si them, objektivi final, sepse nuk mbetet bota e asaj pjesë të territorit apo aty në kalkulimeve aziatike që synojnë Rusia dhe Kina, të mbetet në dominancën dhe influencimin e drejt për drejt të Rusisë dhe Kinës. Që të trija këto, Rusia ka qëllimin si them, e përqendrimit të SBA-ve nga lufta që ka me Ukrainën, sepse përmes Ukrainës ka synuar të realizoj dy objektiva strategjike që ne i kemi përmend, lidhjen e mesme dhe Indo-Pasorin, dhe pjesën përmes nisja konfliktin në vitin 22, pra para skadimit të marrëveshjes Lozanës në vitin 23, kjo është synimi ndetin e zi, izolimin e këtij kontinentit të kurve çmuar, si ju thonë atyre, dhe depërtimin në Atlantik, pra përmes mesdheut. Dhe si proksi e kishte Serbinë, që përdorën për destabilizim për shkak të koncentrimit të madh të NATO-s, si KFOR apo edhe vetë vende kthindjet të SBA-ve me interesa strategjike të pavarësimit energjetik dhe mbylljes së depërtimit të interesave ekonomike ruse, siç janë energjia, gazi në regionin e Evropës. Prandaj, unë këtë gatishmërinë kërcënuese të Iranit që po shfaq, e shoh vetëm si dobësi të brendshme të regjimit të Khomeinive, po quaj kushtimisht, dhe apo ti regjimi që ekziston tani, dhe një lloj dëshmimi i aftësive të kufizuara në aspektin e potencialit ushtarak. Kështu që tani ju keni pasur se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë koncentruar atje një numër të madh forcash, grupesh
sisteme luftarake, ku ta diune të sofistifikuar, pastaj e kanë siguruar një brez ngushtë të luftimeve, që përfshin veç Iranin, pa kolaterale në anë të tjera, por kanë vendosur edhe forca që garantojnë atë që quhet siguri e fushbetejës, apo në një brez pak më të gjerë, dhe besoj se tani çdo skenar që mund ta zhvilloj Irani në adresë të kësaj lufte apo të Shtetet Bashkuara dhe aleatëve të saj, që është Izraeli dhe të tjerë, është nën kontroll, duke përfshirë Emiratet, Arabitë Saudite dhe të tjera. E qartë. Mirë, zoti Berisha, për ta mbyllur për shkak se jemi në minutat e fundit, ndërkaq e gjithë kjo luftë e cila po hyn tashmë në fazën kritike të saj, mendon se mund të sjellë përshpejtimi i të gjitha këtyre sulmeve pra një përshkallëzim edhe më të rrezikshëm, jo vetëm në linjën e mesme, dhe nga ana tjetër si do ndikojë i gjithë ky zhvillim në sigurinë, por edhe në ekonominë botërore? Tani, neutralizimi i Iranit, që është një nyje energjetike për shkak të kanalit të Hormuzit, rrugës Hormuzit për qarkullimin e naftës, energjisë e tjera, por është edhe Malaka në pjesën e epërme që ne s'po shohim konsiderat shumë, por edhe ajo është një nyje fuqishme të qarkullimit,